Shumë shpesh në shumë fotografi ju shohim me lule, me buqeta lulesh. I doni shumë lulet, apo edhe merr një dhurata si lule? Çka do të thotë lulja për ty? I du shumë lulet, do me thonë. Lulet janë diçka që shprehin emocion pa pas nevoj të shprehen me fjallë, do me thonë tregojnë emocion pa pas nevoj me u shpreh me fjallë. Edhe jo rastisht zakonisht i kam në fotografitë e mia. Mirë po janë diçka e bukur, janë diçka e freskët. Sidomos kur i merr pas një koncerti solistik që e ke, është një ndjenjë besoj e papërshkrueshme. Ajo është edhe ma bukur, do me thonë, sidomos në për koncerte, në për skena, ajo është edhe ma e bukur, kur i marrë si dhurat prej publikut. Kështu i përmendëm koncertet, besoj është një ndjenjë që t'jep shumë dashuri paraqitja skenike, ke ndarë gjithashtu skenën edhe me shumë artistë të mdhenj të skenës shqiptare. Si e përshkruan me pak fjalë? Çfarë emocioni jep edhe transmeton? Paraqitja në skenë, do me thonë, është një ndjenjë që nuk përshkruhet me fjalë, është diçka jashtëzakonisht e veçantë, ti shpreh veten artistikisht në mënyrën më të mirë të mundur, këndimi solo t'jep mundësi me shpreh veten artistikisht, edhe kam ndarë skenën me shumë këngëtar të mëdhej të botës së artit, të muzikës klasike konkretisht. Ka shumë që kam performu me ta, edhe kam qenë shumë mirënjohëse dhe shumë e kënaqur me koncerte që i kam bajt deri më sot. Është një ndjenjë që s'përshkruhet me fjalë. Është diçka shumë e veçantë, je afër publikut, e merr dashurinë e tyne, ato duart trokitjet, janë për një artistat janë gjithçka. Sidomos është një publik jashtëzakonisht i përzgjedhur të koncerteve solistike dhe përgjegjësia është shumë e madhe që të performosh para atij publiku dhe është nder dhe krenari kur merr duart trokitje pa ndalë. A do të veçoje Adelin në ndonjë koncert solistik? Po, ka qenë koncerti në Klan, Kosovë që e kam bajt, me Kastriot Tushën edhe me Josif Gjipalin, është ndër koncertet më të bukura të mia që i kam bajt deri më sot, edhe kam qenë shumë e lumtur kur e kam përfundu me duart trokitje të publikut, salla ka qenë plot, edhe është një ndjenjë që nuk di me përshkru. Sa vlerësohet muzika klasike tek ne? Sa kemi dhe sa do duhej ndoshta të kishim? Në kohën e fundit ka fillu me u vlerësu shumë, me koncertet, me paraqitjet, tash Opera e Kosovës, do më thonë për evrej që edhe publiku është ma entuziast në për koncertet ndryshme, po evrej që kanë interesim, mirë, po duhet pak ma shumë pun, edhe pak ma shumë interesim, me ju dhonë edhe mbështetje artistëve